Abonenë të dashur të Artmoshën në mbrëma dhe mirë se po takohemi së bashku me pame nga Pallati i Rinisë dhe Sporteve. Jemi me takimin apo përballje mes Sigalt Prishtinës dhe Rahovecit 0-29. Çambollën të parë të tjenë me posedimin e tobilitarit e Rahovecit. Ka pran Burns. Ja hapet Rogova i pa markuar pikë të lehta, një asist i bukur i Poljan. Në fushë të lojës me Tobe në duar, ja tashmë Haxhosaj provan për trashën, Dion Haxhosaj. Burns vazhdon baj topin. Ja në prerja Visarios, pasimi shumë i mirë nga Diondre Burns, pikë të lehta. Ja provan bi Haxhosaj për trashën, Jumi Peg. Poljan për tre, Ganash, Kentrot Poljan. Ja në përnjë me Haxhosaj, Poljan, depërtimi, jashtëzakonshëm. Jumi Peg, dole me ballone për te. Jumi Peg. Ja shkoj deri në 10 vërsia Rahoveci, janë pasim perfekt për Roshen. Time out, Kaktiuzis. Polloshka vazhdon baj topin, provan çojnë mbrojtje, Polloshka shkon vet, një floater, nuk ka pik. Topi kthehet në fat përdor tabelën për të shënuar një pikë të para për Dom Polloshkën. Burns sulmon për para, Burns, pasimi për Kremer për plas topin në kosh. 13-17. Sira krijohet për të, Ziton në gjuajtje shkon vend në departimin e pasim shumë i mirë për Kremer. Aset shumë i bukur nga Dom Polloshka. Luajnë për një me Visare Jupin, Bailey, edhe 5 sekunda aksioni Prishtinës, Bailey, në gjuajtje pak kuiliver përdor tabelën për të shënuar. Kaktiuzis që mori më herën e çerikun e parë, ja peti në ballone për 3 sa shumë hapësirë i dha atij. Shumë depërtimin, Poljan, e pasim shumë i mirë për Petin. Peti blokohet nga Kremer. Ja, qarkullimi i mirë i topit, Azemi për 3 për të barazuar jo, reboundin tjetër që merr Polloshka, tashmë Ganash për 3. Dom Polloshka 5 pikë. Peti. E një prapa mbi Kremer për 3, trishja dytë e Petit. E për një me Jupin, Burns, sulmon perfekt, Burns përdor tabelën për të shënuar. Arian Azemi, mashtron e kundërshtar, nxjerr topin Polloshka për 3, trishja dytë. Dom Polloshka, 8 pikë. Jumi Peg, lëviz mirë. Jumi Peg ka pranë, Burns, Jumi Peg mbi 2 lojtar, Jumi Peg. I mrekullueshëm Ajzea, Jumi Peg. Kundërshtar të Prishtinës, Burns. Luan me Bailey në leja për të shënuar, Diondre Bailey. Në falni. Azemi. Bailey nga anash për 3 shkon brenda. Roshe. Ja dhe mëtimi Poljan përdor tabelën. 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Poljan një floater i jashtëzakonshëm. Roman shkoj vend, nxjerr topin për Polloshkën. Heziton në gjuajtje, preferon pa depërtimin, tashmë shërben për Azemin në treshja 6 e bravuar. Më në fund shkon kjo. Polloshka. Pra Poljan, Polloshka. Sulmon për mrekulli, nxjerr pasimin për Dion Haxhosaj, një floater kombinim perfekt mes Haxhosaj dhe Polloshkës. 7 vërsia Sigalt Prishtinës. Poljan. Vizë fenomenale nga Poljan, pasimi për Roshen, aksion i mrekullueshëm. Arrin të shpëtoj topin dhe të luaj me Bailey për 2 sekonda. Poljan arrin të devijoj. E tashmë i pa markuar Jumi Peg, pikë të lehta. Jumi Peg. Prova të hapet Rogova, në top i vjedhur nga Arian Azemi. Shkon vet Azemi, nuk shënon. Bailey. Në cinë e dytë ja del. Ja tranzicioni shpejt i skuadrës së Rahovecit, pasimi për Jumi Peg. Jumi Peg për 3 për të barazuar në 41. Bashkëtarët e Polloshkës, provan zgjedh vetë situatën, Polloshka nga maja, qelëse për 2 i mrekullueshëm. Pasimi për Bailey shkon vetë në leja, nuk shënon, Kremer për ta përmirësuar, 45-41. 8 sekunda, Polloshka, arrin shmang Jumi Pegun, Polloshka një alley-oop! Aksion i mrekullueshëm mes Polloshkës dhe Kremer. Jashtëzakonshëm asistin nga Dom Polloshka. Jumi Peg. Rogova, Durguti, Azemi për 3, Ades Durguti. Dhe shohet Rogova në një nxjerr topin jashtë për Petin, një dyshe e largët e Peti, Gjetska barabar në 53. Jumi Peg, janë pase për Rogovën, i pave! Markuar në pjesën e lyër, pikë të lehta për Fes Rogovën.
Burns. Është vjetë Paloshka, Burns në kluan me të, Burns ka në vend në gjithë distancë për të shënuar. Jomi Pig. Jomi Pig, një pasim për Roshen nga vërsia shënon, Pig Taleta. Burns për 3. Shënon DeAndre Burns. Kjo është ai duhe skuadrës së Gal Prishtinës. Roshe, një pasim e rrezikshëm për Durgutin. Ruvova. Ja prerja Roshes, pa momenshëm. Një pasim tjetër për Roshen. Burns pasimi për Bailey. Kavan të viz vet. Bailey! Çfarë për plasje tomi në kosh. 19 ping nga Bailey. Një gjuajtje në gjithë distancë, DeAndre Burns, se s'ka barabar në 70. Pek për Petin, Peti provan për 3. Burns i dy vishuar, Burns i ston baj topin, nxeh tomin për Bailey, Bailey për 3. Para zon Prishtina. 7 sekonda, Burns, provan të sëllmoj vetë, Burns dalet për 2, shënon DeAndre Burns! Për pak të mbas topin, 6 sekonda, Kentrot Pullion, dalet për 3, Pullion, blokon nga Gjosaj! Burns e merr rebound dhe kështu të mbyllë 75-73. Fiton më në fund Prishtina, kthehet e Vitoria, skuadra kryestetase